Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh zemrës, trurit dhe kolesterolit nëse konsumoni vezë të zjera çdo mëngjes. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për shkak se nuk përmban yndyrna të shtuara të cilat mund të merren edhe gjatë gatimit të saj. Sipas ekspertëve të Healthline do të rëndësishim në këtë video përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj kur konsumoni vezë vazhdimisht. Vezët ofrojnë yndyrna të mira. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat janë mjaft të rëndësishme për organizmin, mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të pasuroni dietën tuaj me yndyra të shëndetshme, veza duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira që ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak dhe ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetjen e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët cilësohen si një nga produktet ushqimore më të pasura me proteina cilësore. Vezët e zjera normalisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmon organet e trupit dhe mundëson një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Veza ofron rreth 6 gram proteinë, e cila ju ndihmon gjithashtu edhe në rritjen e masës dhe forcimin e masës muskulare. Vezët nuk ngelen pas edhe për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Ajo mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët duhet të jenë pjesë pandare e dietës suaj edhe për shkak të shëndetit të fortë që ofrojnë për kockat. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë gjithashtu më i fortë. Vezët e zjera mund të kombinohen në mënyra të ndryshme, por përfitimet që do t'i ofrojnë në shëndetin tuaj e bëjnë atë një nga produktet më të rëndësishme për t'u përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj ditore. Kur ju konsumoni vezë të zjera, do të merrni gjithashtu përfitime të larta për organizmin. Prandaj, duhet i konsumoni ato brenda kohës lejuar për të evituar gjithashtu edhe prishje. Debati për vlerat e vezës së zjerë në trup dhe në shëndetin ton mendohet se është tejkaluar me vite, por her pas here ndodh që ekspertët e ushqimit i rikthehen studimeve për mënyrën e gatimit të vezës. Sepse realisht mënyra se si zjeni vezën mund të ketë efekte madhore në profilin ushqimor. Vezët e zjera me një val janë një nga mënyrat më të shëndetshme dhe të përshtatshme për t'u përgatitur në forma të ndryshme, të cilat do t'japin rezultate të shumë pritura për aspektin tuaj ushqimor. Veza e zjerë është e mbushur me ushqyes vital, nga proteinat e ndërtimit e muskujve deri tek vitamina B. Ekziston një dietë popullore që përmban vezët e zjera, megjithatë nuk rekomandohet të ndiqet për një kohë të gjatë. Vezët ofrojnë yndyra të mira. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyr. Yndyra është një komponent i rëndësishëm kur merren vetëm nga vezët e zjera. Për shkak se prania e yndyrës ju ndihmon të thithni më mirë të gjitha vitaminat e mrekullueshme që gjenden tek veza. Veza do të pasurojë dietën tuaj gjithashtu me vitaminën D. Një vezë përmban më shumë se 10% të konsumit të përditshëm të vitaminës D, e cila është veçanërisht e rëndësishme të merret gjatë dimrit. Vitamina D është një faktor i nevojshëm për absorbimin e kalciumit, duke ndihmuar në shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave tona. Ajo gjithashtu do të zvogëlojë rrezikun e disa sëmundjeve kronike të tilla si për shembull edhe diabeti tipi 2. Vezët do të ofrojnë një proteinë super cilësore.
Një vezë e zjerë përmban 60 gram protein, duke e bërë atë një vak të kryer i cili mund të merret me vete në zyrë ose pas një stërvitje. Edhe pse një vezë e vetme përmban vetëm 80 kalori, vezët rrisin ndjesinë e ngopjes dhe ndihmojnë humbjen e peshës për shkak të përmbajtjes së saj të proteinave dhe përfoljit të lartë ushqyes që ato kanë. Vezët janë një nga produktet më të njohura të mëngjesit në mbarë botën. Vezët e zjera janë një opcion i thjeshtë dhe ushqyes. Një vezë e madhe e zjerë përmban afërsisht 78 kalori, duke siguruar një ekuilibër të mirë të proteinave, yndyrnave, vitaminave dhe mineraleve thelbësore. Gatimi ruan shumicën e lëndëve ushqyese në vezë duke bërë atë një zgjidhje të përshtatshme për një vak të shpejtë dhe të shëndetshëm. Vezët janë të pasur me proteinë të cilësisë së lartë, përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që i duhen trupit edhe në rikuperimin total. Ato janë në një burim i shkëlqyer i vitaminave, stimulojnë prodhimin e energjisë dhe mbështesin shëndetin e kockave. Përveç kësaj, vezët e zjera përmbajnë kolin, një lëndë ushqyese tepër e rëndësishme që gjithashtu është shumë e vlefshme në zhvillimin e trurit tuaj. Nutricionistët shpesh i referohen vezëve si një ushqim i përsosur në planet, sepse ato përmbajnë gjithashtu të 9 aminoacide thelbësore të cilat janë bloqe ndërtuese të proteinave. Vezët duhet i konsumojmë në formën e tyre të zjerë për të marrë gjithashtu edhe përfitime të mira të organizmit. Niveli i sheqerit në gjak rritet ose bie në varësi të llojit të ushqimeve që konsumoni, por a keni ditur se vetëm një vezë e zjerë mund të mbajë nën kontroll luhatit e sheqerit në gjak? Mund të duhen muaj që një person i cili sapo ka mësuar se vuan nga diabeti të mësoj se çfarë të konsumojë dhe çfarë jo. Gjatë kësaj kohe, një person që ka diabetit tipi 2 ka gjasa që të përjetojë nivele shumë të larta të sheqerit në gjak, e cila është shumë e dëmshme për shëndetin tuaj në përgjithësi, dhe duhet të siguroheni të përfshini edhe dietën tuaj të pasuruar me produkte dhe minerale shumë të vlefshme. Për pjesën më të madhe të njerëzve, nivelet normale të sheqerit në gjak mund të pësojnë në luhati të forta, të cilët do të sjellin gjithashtu ndikime domethënëse për organizmin. Ndaj sigurohuni të keni pjesë të pandara të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë ushqyese që ato sjellin. Për njerëzit që kanë rezistencë në insulinës, niveli i sheqerit në gjak qëndron i lartë pasi ato kanë mbaruar së ngrëni. Fatmirësisht, ekzistojnë ushqime të shumëllojshme që ndihmojnë në të mbani nën kontroll luhatin e sheqerit në mënyrë natyrale, citon The Health Site. Vezët janë një nga produktet ushqyese më të mira në këtë aspekt. Për këtë arsye, gjithçka që ju duhet është të përfshirja e konsumit të drejtpërdrejtë të vezëve në dietën tuaj. Nëse doni që të konsumoni vezë të sigurta, atëherë vezët e zjera duhet të konsumohen në mënyrë natyrale, në mënyrë të rregullt për të marrë këto përfitime. Ne duam të zgjejmë vezë vetë për veten ose për familjarët tanë, dhe të gjithë pyesim veten: sa kohë mund të qëndrojë një vezë e zjerë pa u konsumuar pasi e keni zjerë atë? Ka një arsye pse fraza "era e vezës së kalbur" është e lidhur me një erë të bezdisshme acaruese, si era e squfurit që vjen me vezën e prishur. Pra, si mund të shmangim pikat e zeza në lëvozhgën e vezës së zjerë? Këtu është gjithçka që duhet të dini për mënyrën e ruajtjes së sigurt dhe konsumit të tyre pasi ti keni zjerë ato. Sa kohë qëndron një vezë e zjerë në frigorifer? A duhet të mbahet veza e zjerë e pa konsumuar për një kohë të gjatë? Përgjigjja është e shkurtër, po. Sipas Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave FDA, vezët e zjera fort zgjasin pikërisht për një javë. Të pasuruara gjithashtu edhe të pastruara nëse ruhen kështu në kushte frigoriferike mund të konsumohen në vazhdimsi. Kjo do të thotë se është e sigurt që të përgatitet dhe të konsumohet brenda 3 deri në 4 ditëve për të mos i humbur të gjitha vlerat ushqyese që ajo përmban. Ndaj, ju bëfshin mirë vezët dhe i shtojeni ato në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.